Gjatë protestës kombëtare të thirrur nga partitë opozitare dhe lideri i opozitës Sali Berisha në kryeqytet mbrëmjen e 20 shkurtit, është hedhur sasi e konsiderueshme gazi lotësjellës. E pikërisht ky gaz lotësjellës nuk është kursyer as në oborrin e xhamisë së Namazgjas, ndërkohë që besimtarët po falnin namazin. Sipas besimtarëve, kjo ka ndikuar thellësisht në momentin e faljes së tyre. Si u duk fakti që hodhën gaz lotësjellës në xhami? Nuk ishte për të hedhur. Si mendoni se ka ndikuar te besimtarët? Keq ka ndikuar. Duke qenë se gazi lotësjellës shkakton edhe probleme në Po, nuk ishte ide e mirë për të hedhur, mendoj. Mirë nuk është mirë, mirë nuk është. Nuk është mirë se një fjalë si respekt, si vlerë, qoftë fetare, qoftë njerëzore, nuk është e mirë, një fjalë që të cenohet qetësia. Në çdo vend, qoftë në xhami, qoftë në kishë, qoftë kudo qoftë. Këto vjen si pasojë sepse këtu ka zonë themel, një fjalë me kohë, ateizmi. Nga mënyra se si është gazi këtu, se s'ka pas arsye, se besimtarët kanë pas punë vetë të më falë në xhami, duket që ka qenë e qëllimshme. Po jo ke besimtarët, ka ndiku këtë gjithë. Ke besimtarët aq më shumë, ai padyshim që i ka prish namazin. Sigurisht është një faktor i jashtëm. Ne kur futemi në namaz, një nga rregullat më thelbësore është që duhet të jesh shumë i përqendruar në namaz. Kanë bërë poshtërsinë më të madhe. Armiqt e këtij popullit janë ato. Kriminalat. Edhe serbi se ka bërë, sigurisht e bëjnë këto. Por nuk ka e drejtë për asnjë njeriu, jo vetëm për besimtarët. Për rob të gjallë nuk është hudhish në xhami. Është një gjë që se ban robi, mund të bëjë vetëm një që s'ka as fe, as një gjë. Ma mizeri nuk ka si me ban. Unë kam marrë nga diaspora. Populli janë në katastrofë, në besh gjatë sakrificë, të vishtu të lëshoj helmin, ma e keqja në xhami. Te besimtarët kanë ndiku jashtëzakonisht keq. Sepse në xhami nuk lejohet të futet, sidomos në atë kohë që ishte falja e namazit.